Kjo është banesa ku ka jetuar shkrimtari i madh shqiptar Axhesh Fishta. E ka tantisur në mënyrën më të keqe të mundshme. Gjatë gjithë këtyre viteve, premtimet kanë qenë të mëdha, por realiteti flet krejt për të kundërtën. Mësuesi i historisë në fshatin Fish të Lezhës bën thirrje për ndërhyrje të menjëhershme dhe thekson se banorët e zonës janë gati të dhurojnë për shtëpinë muze çdo gjë të kolosit të letrave shqipe Fishta, që ata e kanë ruajtur për 10 vite. Ne lodhemi të gjejmë shtëpinë e Shakespeare-it, të gjejmë shtëpinë e shkrimtarëve të huaj, po do thosha që Shakespeare-i shqiptar është këtu, Homeri shqiptar është këtu dhe do ishte mirë që kjo godin të ngrihej si thush në ato nivelet larta dhe të përfaqësonte një muze ku fëmijët tanë, nxënësit tanë, ne mësuesit të vinim edhe të kishim çfarë t'i tregonim njerëzve për jetën dhe veprën e Patërgjergjit. Një pllak në anë të murit është e vetmja gjë që tregon se këtu ka jetuar i madhi Fishta, deri para se të shkonte në kolegjin e Franceskanëve të Troshanit, pas të cilit do të vishte edhe mantelin e meshtarit. Pasardhësit e Fishtës fajsojnë strukturat qeveritare se nuk e kanë trajtuar me vëmendjen e duhur shkrimtarin, që ka lënë pas kur e vepra si lahuta e malësisë. Si Fishtin mas ta lënë harres. T'ja bëjnë një muze si të gjithë shkrimtarëve tjerë si ju kanë bërë. Se më do menja se e ka izoluar në Hoxha, kështë di se sa vjeti ka mëllgujen, zonin gjithë, si e ka bëdhe kanë morë në eshtë. Sikur dihet të s'paj përsëris më të epër, ma shtallon në këta më të harresë, nuk ashtë e mirë për një, asë për shteti. Të kontaktuar nga Vision Plus, specialistë të monumenteve në Lezhë, premtojnë se do të ndërhyet, por pa dhënë një afat konkret. Një premtim të tillë e bëri edhe Ministri i Turizmit Bumçi, me rastin e 140 vjetorit të lindjes së Axhesh Fishtës, kur në Muzeun Kombëtar u ekspozuan 250 objekte të përdorura nga shkrimtari, duke përfshirë nga mjetet e punës e deri tek ato të jetës së përditshme. Nga ana tjetër, edhe kryetari i komunës së Blinishtit, ku ndodhet fshati Fisht, thotë se banesa shumë shpejt do të kthehet në muze.